Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 103 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Për detyrave të muslimanëve suni dhe shia është uniteti, bashkimi, vllazëria, solidariteti dhe bashkëpunimi mes tyre me devotshmëri e harmoni. Të gjitha këto janë edhe porosi të Kuranit të shenjtë dhe të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Të gjithë muslimanët i bashkon besimi në Allahun e vetëm e të pashoq, besimi në profecinë e profetit Muhammed, vula e profetëve, besimi në Kuranin e shenjtë, libri i fundit i ardhur nga Allahu, besimi në ditën e ringjalljes. Muslimanët i bashkojnë adhurimet si namazi, agjërimi, haxhi, zakati e të tjerë. Me një fjalë, ato i bashkon feja e pastër islame, e cila është fe mbar botërore dhe me të cilën, pa me fenë islame, Allahu i plotfuqishëm i përmbylli fetë e tij. Pra nuk ka fe tjetër pas fesë islame. Uniteti islam është këshilla e fortifikuar për të cilën Allahu i madhruar pra na flet në Kuranin e shenjtë. Uniteti dhe vllazëria duhet të jenë urë lidhëse mes muslimanëve. Uniteti është themeli i vllazërisë mes muslimanëve, të cilën pra vllazërinë i dërguari i Allahut e bëri në Medinën e ndritur mes ensarëve, përkrahësve Medinas dhe muhaxhirëve, emigrantëve nga Mekka. Uniteti dhe vllazëria kanë qenë orientimi strategjik i profetit ton të dashur, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, që prej ditës së parë që emigroi në Medinë. Uniteti është një nga shtyllat më të rëndësishme të forcës së ummetit islam. Kur besimtarët janë të bashkuar, ata janë të fortë. Kur përçahen, dobësohen dhe humbin fuqinë dhe dinjitetin e tyre. Prandaj, Kurani dhe hadithet kanë vendosur theks të veçantë mbi ruajtjen e unitetit dhe shmangjen e përçarjeve. Allahu na urdhëron për unitet. Në ajetin pra 103 të surës Ali Imran, ai na urdhëron e na thot: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dhe kapuni të gjithë pas litarit të Allahut dhe mos u përçani. Ky ajet është ndër bazat kryesore të unitetit islam. Litari i Allahut është feja e tij, Kurani, udhëzimi i Allahut dhe rruga e drejtë. Allahu
nuk thot vetëm kapuni pas litarit të Allahut, por thot të gjithë kapuni pra pas litarit të Allahut, duke treguar se shpëtimi nuk qëndron vetëm në besimin individual, por edhe në ruajtjen e bashkimit të komunitetit. Padyshim, përçarja sjell dobësi, dhe këtë e dëshmon ajeti 46 në surën Anfal, i cili thot: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Mos u grindi mes vete, se do të dobësoheni dhe do t'ju humbas forca. Ky është pra një ligj i Allahut që vlen për çdo kohë. Kur familjet grinden, humbin qetësinë. Kur xhamatet, grupacionet grinden, humbasin ndikimin. Kur ummeti përçahet, humbet forcën dhe dinjitetin. Armiku nuk ka nevojë të na mund nga jashtë, nëse ne e shkatrojmë veten tonë nga brenda. Allahu na thot në Kur'an se besimtarët janë vëllezër. Dhe këtë e gjem në surën Hujurat, në ajetin 10, ku Allahu thot: "Innamal mu'minuna ikhwa faslihu bayna akhawaykum." Me të vërtet, besimtarët janë vëllezër, prandaj pajtoni vëllezërit tuaj. Kurani nuk thot se besimtarët janë si vëllezër, por thot se ata janë vëllezër. Ashtu si vëllai nuk e braktis vëllain e tij për një gabim apo mosmarrveshje, edhe besimtari duhet të ruaj lidhjen me vëllain e tij në fe. Profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Besimtari për besimtarin është si ndërtesa, pjesët e së cilës e mbështesin njëra tjetrën." Më pas, profeti ndërthurte gishtat e duarve për ta ilustruar këtë lidhje. Një tullë e vetme mund të thyhet lehtë, por kur tullat bashkohen, krijojnë një ndërtesë të fortë. Po kështu, një besimtar i vetëm është i dobët, por kur bashkohet me vëllezërit e tij, bëhet pjesë e një force të madhe. Mes besimtarëve duhet të mbizotrohet dashuria dhe mëshira. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: "Shembulli i besimtarëve në dashurinë, mëshirën dhe mshurinë ndaj njëri tjetrit është si një trup i vetëm, kur një pjesë e tij sëmurët, i gjithë trupi ndjen dhimbje." Besimtari nuk mund të jetë indiferent ndaj vuajtjes, vështirësive dhe problemeve të vëllait të tij. Uniteti nuk është vetëm slogan, ai është ndjeshmëri, solidaritet dhe përkujdesje reciproke. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Qëndroni së bashku dhe shmangeni përçarjen." Gjithashtu, ai paralajmëron e thot: "Mos u bëni nga ata që ndahen dhe përçahen." Historia tregon se Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, shpesh sakrifikoi interesat personale për të ruajtur unitetin e umetit dhe për të mos lejuar që Islami të dobësohej nga konfliktet e brendshme. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Bëhuni zbukurim për ne dhe mos u bëni turp për ne." Një nga mënyrat më të rëndësishme për të qenë pra zbukurim për profetin dhe ehli bejtin është të sillemi me moral të mirë ndaj të gjithë muslimanëve.
sharja, përçmimi, ofendimi dhe nxitja e urrejtjes nuk ndërtojnë unitet. Ato krijojnë armiqësi, urrejtje, që çojnë deri dhe në përplasje e konfliktit. Pyetja lind, si ta ruajmë unitetin në praktik? Unitetin duhet ta ruajmë jo vetëm me fjalë, por me sjellje të përditshme. Në praktik, kjo do të thotë të respektojmë njëri tjetrin, të dëgjojmë mendimet e ndryshme, pa u grindur, të shmangim përçarjet e thashethemet, si dhe të bashkëpunojmë për të mirën e përbashkët. Kur lindin mosmarrveshje, duhet të flasim me qetësi, të kërkojmë zgjidhje dhe të mos lejojmë që krenaria apo interesat personale të na ndajnë dhe të na përçajnë. Unitetin në praktik duhet ta ruajmë duke treguar respekt, mirëkuptim dhe bashkëpunim, duke i zgjidhur mosmarrveshjet me dialog dhe të vendosim të mirën e përbashkët mbi interesat personale, duke folur me të tjerët me fjalë të mira, siç thot Allahu në surën Bekare në ajetin 86 dhe thuajuni njerëzve fjalë të mira. Një fjalë e mirë hap zemrën, qetëson shpirtin dhe e forcon miqësinë. Unitetin duhet ta ruajmë duke falur gabimet e të tjerëve. Në ajetin 22 të surës Nur, Allahu i madhuar thot, le t'i falin ata dhe të mos u amarrin për keq. Të bazohemi tek ato çështje që na bashkojnë, sepse çështjet që i bashkojnë muslimanët janë më të shumta se sa ato që i ndajnë. Dhe të mos gërmohet në përpluhra për të gjetur diçka që të mbajë ndezur fitilin e përçarjes dhe të konfliktit. Por, gjithmonë pra të mbështetemi tek pikat e përbashkëta, siç e thash, janë më të shumta se ato ndarëse. Të bëjmë duat, lutje për njëri tjetrin, sepse kur lutemi për vëllezërit tan, zemrat afrohen. Të mos transmetojmë çdo fjalë që dëgjojmë, por të verifikojmë lajmet edhe fjalët që dëgjojmë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: mjafton si gënjeshtër për njeriu që të përcjell gjithçka që dëgjon. Prandaj, le të jemi të kujdesshëm. Në ajetin 6 të surës Huxhurat, Allahu na urdhëron e na thot: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bin-naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë nëse është i vërtet apo jo, për të mos i bërë dëm pa drejtësi ndokujt pa dashje e të pendoheni pastaj për ato që keni bërë. Të dashur vëllezër dhe motra, uniteti nuk do të thotë që të gjithë të kemi të njëjtin mendim në çdo çështje. Unitet do të thotë që pavarësisht dallimeve të ruajmë respektin, dashurinë dhe vëllazërinë mes njëri tjetrit. Le të kujtojmë fjalën e Allahut, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Po ashtu le të kujtojmë fjalën e profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili ka thënë: muslimani është vëllai i muslimanit, nuk i bën pa drejtësi dhe nuk e braktis atë. Uniteti forcohet ku secili prej nesh kontribon me sjellje të mirë, me tolerancë dhe gatishmëri për të ndihmuar të tjerët.
Të dashur vëllezër dhe motra, jemi në muajin e shenjtë të Muharremit. Në këtë muaj ku ka ndodhur masakra e dhimbshme e Kerbelas, në të cilën u martirizua nipi i profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, Imam Huseini, së bashku me fëmijët dhe shokët e tij besnik. Kerbelaja na kujton sakrificën, drejtësinë dhe qëndrimin kundër padrejtësisë. Kerbelaja nuk duhet të na përçaj, por duhet të na afrojë e të na bashkojë. Ajo na mëson të jemi të bashkuar në vlera si drejtësia, besimi, morali i mirë, respekti dhe ndihma ndaj njëri tjetrit. Kerbelaja duhet të jetë boshti i unitetit, sepse personazhi kryesor i kësaj tragjedie ishte nipi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, për të cilin ai ka thënë Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit, Allahu e do atë që e do Huseini. Pra personazhi kryesor i kësaj ngjarje të dhimbshme ishte pra Imam Huseini, paqja qofshin mbi të. Kujtimi i Kerbelas duhet të na bashkojë rreth së vërtetës, drejtësisë dhe sakrificës dhe jo të krijojë ndarje e përçarje. Lutim Allahun që të bashkojë zemrat tona, të largojë urrëtitjen dhe përçarjen nga mesi ynë, të na bëjë për atyre që punojnë për unitetin e ummetit dhe inshallah Allahu të na ringjall në flamurin e profetit Muhammed, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të zgjedhur inshallah. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.